ku jemi në kuzhinë, bashkë me Albanën, ju përshëndesim, mirëmëngjesi. Gëzuar, festat? Gëzuar të ti festën, 7-8 marsin. Faleminderit. Nesër është 8 marsi. Unë nuk e di nëse më sheh mësuesja apo në mendin e Anglet mësuesja e parë. Ashtu e vërtetë është. E përshëndes edhe unë Unë mësuesin time të parë. mësuesin time të parë, do më mbaj mend të plaka dhe unë tani dhe nuk më mbaj me mend, megjithatë mua më lind si detyrë kështu shpirtërore, morale të them që gëzuar festën Zhvera. Shiko, mësuesit thonë që ne mbaj mend nxënësin më të mirë dhe nxënësin më të keq të klasës. Tani ti ke qenë te nxënësit e mira, besoj. Shumë të mira, Biles, shumë të mira. Në shkollë të mesme kam shkelur një çik ande nga viti i fundit, pastaj mirë, prapë. Gëzuar të gjithëve, edhe ti ke qenë një mësuese e gjuhës greke kam. Po, gjuhës greke. Kam deri dhe kënaqësinë të turoj edhe këtu. Shumë faleminderit. Gëzuar edhe për mamin tim, edhe mami im tani është në pension, ka qenë mësuese, kështu që përshëndes. Po mirë, edhe unë të përqafoj Tatiana. Gëzuar. Gëzuar të gjithëve, me entuziazëm, me gëzim shkonin Tatiana, më Tatiana. Po mirë. Ja, mendoj që s'kam pi kafe. Po të pi kafe, unë pasaj mbaj mend. Tani mokadorin. E gjithë mësuesve pastaj. Vetëm zgjidhe ti, jemi qeme, nisim të dyja me kafe, mirë më kujtove dhe sa të ndes pak ekspresin ton, jam thua një brigjido të bëj sot, një kafe delikate, me aromë të mirë. Si na vë me kaq të vështira? Po të gjitha me Monroe, Sofin ma ke bërë apo jo? Ta kam bërë ditën e parë, jo, Merlin ta kam bërë të parë. Sofin, Brigjit, po. Ja. Bëjmë gati me shpejtësi një kafe për Albanën dhe për mua për të nisur me energjinë e dur ditën. Ado që je kafe, një aromë fantastike. Në një kombinim full me ngjyrat. Tani, ngjyrat tregojnë se çfarë arome dhe çfarë shije dhe sa të larmishme sjell Mokador kafe në tryezën tonë, duke na dhënë mundësinë të shijojmë çfarë arome mirë, të shijojmë një kafe me aromë të mirë, me densitetin e dur që është shumë kremoze dhe këto kapsulat, të cilat vinë në shije të ndryshme. Dje provuam dhe kapsulën Choco dhe na shijoi shumë në filxhanin e madh Mokador. Janë 7 gramshe, ndaj dhe është sekreti Mokador që ka këtë kremozitetin, aromën, shijen fantastike të kafes apo të përzierjes së kakaos me qumësh, siç është kapsula Choco. Ndërkohë, e veçanta është ekspresi i madh, Diva D2, i cili mund të jenë në dispozicion dhe të zyrave që kanë të nevojshme kafe, zyrat që përdorin kafen. Mokador Diva shkon në për zyrat që duan të shijojnë kafen aty në zyrë me stafin dhe ku ka më mirë dhe më bukur, me kushtin që duhet të blejnë një kuti me kapsulat e Mokador, ndërkohë vjen ekspresi tek ju për ta shoqëruar. Ndërsa ekspreset e tjerë që janë në shitje për në shtëpi, për ju që e konsumoni, zjoni në mëngjesi, bëni bashortit apo bashortes kafen e mëngjesit, janë në dispozicion me një deluxe, një ekspres fantastik që do t'ju ndihmoj të shijoni kafe në mënyrën e duhur, një kafe cilësore, italiane, në 2014 ka ardhur në Shqipëri, na jep kënaqësinë ta shijojmë dhe ta nisim ditën plot pasion, plot energji, sepse dihet tashmë që Mokador ka një moto të tillë që kafja nuk është thjesht një pije, është një kombinim mes traditës, mes pasionit dhe përkushtimit të madh. Ja, gati dhe kafja ime. Albana, e do me sheqer? Me sheqer, me të ëmbla, jemi festa. Mirë dha. Ja, kështu. Shpresojmë që edhe anvisat që na ndjekin ta pinë kafen bashkë me ne. Me pak sheqer do të ta hedh këtë radhë. Gjysmën. Dhe të razon. Unë dihet që e pipa sheqer, janë bëftë mirë, ta nisim ditën me energji. Qa të themon, më kanë vënë ushim me gramatur, s'kam qatë bëj sheqer me gram. Nga arsyet, jo, nuk është vetëm te fakti që unë konsumoj sheqerin, se njeriu ka nevojë për pak gram sheqer. Po dua ta shijoj këtë aromën e mirë që ka vetë Mokador, edhe duket sikur ai sheqeri ma pengon ato shijen dhe kremozitetin. Po mund të pengoj shijen, ty mbase. Po aromën nuk ka asgjë që e pengon.
Gjo të ka sfiduar aroma e kafes me aromën e parfumit. Dijet më tepër, s'kam çfarë Shif bëj. pak. Jo, çdo mëngjes do kemi nga një aromë, po s'kam mësuar. Çdo mëngjes do kemi nga një aromë ndryshe, sepse edhe çdo paketim Diva Mokador ka një aromë ndryshe. Pra mëngjeset tona vim me aroma të ndryshme. Na bëft mirë tani. Ja të paqa, ja ju paqim. Ka nevojë trupi, një orë pasi të jetë zgjuar, ose disa njerëz e pinë kështu direkt, po sa të... Jo, unë dua kafen, ta shijoj. Kafe llafa, e ke Se thënë. kemi akoma me atë... Sa zgjohet njeriu ka akoma kortizolin në trup. Sa ti largohet, duhet patjetër. Ekspresit, çfarë bëra? Jo, dëgjoj. Unë për shembull, po nuk i ndonjë një orë, 2 orë atje që të ma shpjegosh një 5-6 herë, nuk mundem dot. Është e thjesht 2 butona, 3 Po s'kemi butona. çfarë bëjmë tani, që kështu prandaj ta lë ty. Edhe një herë edhe Dhe rrufite mirë, siç di ti. Tani, na shpjegon pak dhe na tregon se çfarë arome me do të... tortën mimoza. Tortën mimoza, torta po. mimoza. Kusha, Fiks në muajin e mimozave. Vallë ku ta gjej, ajo çelvese një herë bëhet. Një herë në vit, një herë në sezon bëhet. Një herë në Kjo tortë sezon dhe që kështu është Kjo në tortë 7 dhe mars mimozat sot. si vjet kanë çelur aq herët. Një muaj me përpara se sa muajt. Po, Ka qenë ngrohtë. Kur mban ngrohtë, lulet fillojnë të çelin ato sytat e veta. Ka lagje në Tiranë që kanë ato aromën e mimozave. Por, harrojnë plakën, që thot me jep një ditë ua, të thaj plakën me gjithë shka i tha marsi prillit. Që kështu, mimoza, qëndroni sa qëndroni dhe aqësh, është një muaj është mimoza, nuk ka më tepër. Po, dhe ishte fiks lulja që dhurohej për 7 mars. Po, edhe është dhe lulja e parë që të çel në pemë, domethënë, pra i ka gjitha të mirat. Edhe uron mësuesit për ditën e tyre. Tash të gjitha. Torta mimoza. Do ta shtoj në fund fare. Çfarë është kjo tortë? Pse e ka marrë emrin mimoza? Çfarë përshtypje do na japi në fund fare? Shpresojmë që ta kemi të përgatitur deri në fund, që ta servirim dhe ju ta shihni variantin përfundimtar. Tregojmë fillimisht produktet gramaturën. Këtu i kemi në tasa, siç e shihni, ka bërë gati Albana. Si do t'i keni dhe ju në shtëpi që t'i shënoni. Tani, për bazën e tortës, do të përdorim miell 130 gram. 110 gram niseshte, 220 gram sheqer, një bustin vanilje, 8 vezë, pak krip dhe lëkur limoni. Shënojni pra, për bazën e tortës janë këto përbërës. Për sherbetin, ujë dhe sheqer, 120 ml ujë, 80 gram sheqer. Për kremin e pastiqerisë, do të përdorim 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, 500 ml qumësht, 50 gram niseshte misri, një bustin vanilje dhe 120 ml pana. Torta mimoza. Fillojmë tani nga puna, se pas kemi në 3 procese. Atëherë, faza e parë është me... Këtë rafin vezët, po. Me gjithë të bahama, dje. Këtu, edhe unë. Këtë ndryshoj pak taljerën, e sjell këtu. Te keni këtu, mos harroni panën. Pana duhet jetë e ftohtë në frigorifer. Dhe filloj me vezët. Vezë, sheqer. Ka vezë të plota. Sot i kemi marrë masat, kemi marrë disa kuti me vezë Ovital për të bërë këtë recetë, se na duen të ketë një ngjyrë të verë të theksuar, portokale, kuqja e vezës. Dhe tani Albana është duke i rrahur mirë, të i largoj këto. Shkoj vanilje dhe pak fare krip. Do të bëhet një krem i
trash, disi, jo mareng, sepse kemi shtuar të verdhat. Tani te kjo tava, ke letër poshtë edhe të lutem? Po. Vendosi një letër. E kemi aty letrën e Ku e tjetër. ke këtu, ja, ku ta kam. Shumë mirë. Përgatisim tartën të kjo. E largoj. Më duhet lëkura një limoni. Pa cënuar të bardhën e limonit shtresën tjetër, sepse jep një jetësi. Kaq. Unë se prefare rumbullakët, ashtu siç e ke. Jo, sepse duhet të... Sërisht... Ta edhe shtu direkt tani atë? Po, ja një sekund, ke edhe një letër aty guzhina, që të shi pak vëndin. Bravo. Pra lëkurën e limonit dhe vezët deri tani, janë aty. E të largoj këtu. Liseshten. Pra që të kryojmë atë masën e plot të kremit të bazës së tortës mimoza. Niseshtja është ajrosur, është shndërruar tani në një masë shumë delikate, po ta shihni. Shpërthen dhe aroma Pra është vanilja, është e portokalli. limonit. Portokalli thashon, limoni. Kur kemi qenë të vegjël na i rrihnin kështu vezët dhe konsumoni me lugë këtë pjesën. Atere, mua familja më thriste ruqe. Se më ngeli kjo ruqe? Ruqe më Mos ngeli nga veza tani. e rahur, ruk. Mos tani. Po, A, që na bëre tashi me këtë. po ruqe. Vazhdojmë të trazojmë Me ruqen. me ruqen tonë dhe ne do të shkëputemi pak, trazojmë, desa të kryojmë atë kremin e dhe dur. vendos në furr. Vendosim këtu në tepsi për ta pjekur. Ja te kemi, vazhdojmë punën për tortën mimoza, një tortë tradite që gatuhet në muajin mars, veçanërisht në 7-8 mars. Bëm gati bazën me këtë kremin delikat, homogjen, të një trajtshëm të tillë që të mos ketë asnjë kokriz në të, tek i cili shtuam 5-6 kokra vezë ovital, vanilje, niseshte, pak miell, i trazuam mirë derisa u bë ky krem. Do ta vendosim tani të piqet. Sa e kemi temperaturën e furrës? 200, besoj. 200 gradë Celsius. Nuk ka nevojë të qëndrojnë. Te vanilja çfarë hodhëm tjetër ne? Lëkurën e portokallit. Lëkurën e limonit. Po. Jo kështu për aroma të tjera. Jo, një sekond. Prit, duhet edhe edhe kafe E çojmë për të pjekur. E çojmë edhe kafe mirë. Opa, po në furrë çfarë kemi? Kemi një tjetër bazë. Po. Për të marrë masat që të mos ju vonojmë me pjekjen derisa ne të përgatitim hapat e tjerë. E, goca si është si flutur. Në një dorë mban tavën tjetër tek tjetër, ajde të lumt, më të lumt. Po deshe mos ri flutur. E ke nga Ç'a të kafe. bësh? Ja, është pjekur baza. E përgatitur njësoj si kjo që ndoqët ju, po pak më herët në mënyrë që të merrni këtë rezultat. Që të vazhdojmë punën në pjesë Kjo më duhet për pjesën e mimozave sipër. Po. I kam shtuar dhe pak fare ngjyrosës, prandaj dhe është e verdhë. Dhe e lë këtu. Opa! E lëm të aty. hapim në këtë për pak. E lëm aty të marri pak edhe formën se na Po. se na qullosën fare. Është shumë mirë. Është shumë mirë. Vezët kanë dhënë efektin se do t'i japi pak volum, se janë gjithë ato vezë 5 kokra vezë, do t'i japi pak më tepër volum. Aty janë 8, këtu kam 5 tani. Tani, çfarë vazhdojmë? Vezë. Dhe kur themi vezë, o vital. Se kuptoj pse ne vunë emrin torta me vezë. Po. Shtoj Se torta ovita. të verdhat e vezëve. Edhe që si janë sa kompakte që janë.
Tani është shtresa e kremit që do përgatitet, se pastaj do bëjmë edhe shurupin. Do ta lexoj edhe një herë listën tani, sepse janë verdat, ti vazhdon me sheqerin, kaq. Po, e pjek pak. Ta pjek pak unë si kon? Të verdhën e vezëve, tretet edhe sheqeri dhe në ekran le të shohim bashk produktet e tortës mimoza. Ky proces do të vazhdoj derisa të mos ndjejmë kërcitjen e kokrave të sheqerit për kremin e pastiqerisë. Derisa u zbardh masa e kremit, tretet sheqeri, zbardhet edhe të verdhat e vezëve. Japi më shumë tani me një Sa më shumë aq më mirë të rihet, sepse del një krem më i shishëm. Ja kaq, shpresojmë prani që mos u kemi bezdisur shumë me zhurmën, por që është një proces që duhet të ndodhë. Është bezdisje e ëmbël. Është bezdisje e ëmbël. Tani, te kjo masë, çfarë të shtojmë tjetër? Kam qumshin që e kam lënë. Të ngrohet. Shtoj masën e një seshtes. E vendos sërisht. Derisa të rëndohet pak teli, të trashet pak kremi. Qumësht me një seshte. Sërisht do t'i marrë t'i laj, se më duhem prapë. Po, na duhem për panën, të cilën do t'a rahim në të gjendje të lëngët që ajo është, për t'a kthyer në një gjendje më të ngurtë. Dhe ky proces ndodh duke përdorur raksin elektrik ose një tel, që është pak më e vështirë, me raksin elektrik është akoma dhe një proces më i shpejt. Tani, ja dhe baza, është ftohur, është shumë mirë duket. Ajo, më pas do t'a presim, më pas. Do t'a presim kështu në 2 pllaka, sepse ajo do jetë për bazën, dhe pjesa e sipërme që është e verdhë do jetë për pjesën e fërmimit mimozave. Që formon dhe jep atë idenë e mimozave. Nuk na duan të jenë të lagura, do t'jenë gjithmonë pajisjet e kuzhinës do t'jenë të thara. Shtoj, atëherë si çfarë veproj? Se edhe aty direkt. Sërish do kaloj këtu. Por, e punoj. E punoj derisa të largoj, sepse nuk duhet që të nxjerret të jenë të ciknosura nga qumshti. Pra mora çdo masë, të gjithë masën, s'ka që po hënë. Kush hafër mia bën poshtë, kush punon? Ja, opa, këtu, pikon. Mjafton, mos e shkoni gjysmën e produktit dëm. Ja, këtu. Tani, vjen goca ime këtu dhe e shikon. Kujdesem unë për kremin, se del aq i shishëm. Do të shtoj masën e panës
tenxhere kemi ky sherbeti, kaq pak? Që ta punoj. Sherbeti më thjesht të duhet? njomet Po, pak. për të njomet. Shumë pak, një gocë sherbet. Vanilje. Ups, i mbarohen të gjithë produktet. Mjafton të dim radhën dhe torta shumë e thjeshtë. Vetëm radha e punës është në ndarjet e duhura të proceseve, pra baza që do të piqet në furr, kremi pasticcerisë që po përgatisim dhe sherbeti apo shurupi, si të doni ju quajeni. Ky është procesi fundit me raksen, se na duhet që ta kryejmë këtë proces. Ndryshe nëse do t'i kishim gati, gjatë kohës që ne do të hynim në transmetim, volumi tyre do të binte dhe do të dështonte si recet. Do dhe pak. Do të trashet mirë. Dhe vazhdojmë procesin të dyja në kuzhinë, shkëputemi vetëm për pak reklama, i kemi dhe gati kur të kthehemi dhe ndërtojmë tortën. Jemi gati tani për të montuar tortën mimoza, deri në këtë fazë që e kemi, kremin e pasticcerisë, siç e shihni, unë po e trazoj sepse teli është rënduar, Albana po bën ato lulet mimoza gati, borçëzat, po që t'japin ato ngjyrën karakteristike të lule mimozës. Ja. Në formën e tortë dhe kremi është gati, i plot. Po e lë dhe pak sekonda dhe po e largoj, sepse do të shtojmë në të edhe panën. Unë them që t'i lëm në këtë gjendje, ftohet edhe masa, e vendosim po. E largojmë. Dhe jemi, vriti gjitha në këtë pozicionin këtej, Niki? Bravo. Pana, kremi, baza e biskotës, si të themi, për ta thërmuar mbi tortë, do t'i lëm pak të ftohet. I bëm kështu dhe akoma dhe më të voçkla, vash. I rendisim edhe njëherë produktet më pas, kur t'jetë pjekur dhe baza, ndërkohë. Kremrat këtu, direkt. Tortën mimoza. 2 tava kemi në furr, të parën me bukë dhe salam, të dytën këmbkuqe. Vazhdojmë të piqen, rregullojmë dhe temperaturën, dhe shpresojmë ndoshta do të marrin ndonjë faqe të kuqe remt për t'i treguar. Në të kundërt, në vazhdimin e rrezës gjatë bisedës, do t'jetë tryeza jon gati me tavat e pjekura. Shtohet në qik, baza? është ftohur, është në rregull, kështu si duhet. Dhe ndërtojmë tani tortën mimoza. Kremin pana. Sa kohë kemi, më thuaj pak? Kemi, gati 10 minuta. Atëre, më duhet jepi formën e dur. Sërish që të vendoset. Ose më pak se 10. Të vendoset. Atëre unë nuk do luaj, se dua ta mbaroj. Pra mbulohet, është baza që u poq, shtrohet kremi, sërish një bazë tjetër, që ka edhe këtë ngjyrën më të verdhë. Të razoj pak kremin, e kemi ndezur? Jo, do ta lëm atë, sepse është e hollshëm. Po. Do ta lëm të trashet edhe pak, dhe më pak do t'i vendosim kokrizat e mimozës, që themi ne, nga baza. Ne mos u vonohemi, prandaj. Ndërkohë kemi përgatitur mënjan edhe shurupin, tek i cili do vendosim disa pika shurup, sheqer dhe ujë ose sherbet, ndryshe pa aroma të tjera, sepse i shtuam aromat tek kremi, aromën e vaniljes kur përzihem vezët. Gjithsesi, nëse e doni pak më të theksuar aromën e gjithë secilës, mund t'i shtoni edhe një fetës limoni sherbetit, po ashtu edhe kanelën, shkopin e kanelës. Ma asaj gjitha, torta do të qëndrojë në frigoriferë, do të mpikset padyshim për të prerë kollaj në fund fare.
E mbulojmë totalisht me fërmijat e bazës. Do t'i prisni kështu, ndërsa do t'i lini më tepër të ftohen, do t'i keni më kollaj për t'i thërmuar. Ne po e shpejtojmë duke qenë se nuk kemi dhe shumë minuta në dispozicion për t'i pritur të ftohet. E thërmojmë. Ky është procesi që i jep atë emrin tortës, me fërmijat e pjekura. Për pjesën e bazës që mori dhe këtë ngjyrë edhe ka këtë trajt të tillë, që është shumë e shishme, ne kemi përdorur këto përbërës. I shohim pak së bashku? Baza e kësaj torte janë sasi e vezëve dhe ju e patë se sa vezë përdorëm për përgatitjen edhe të bazës, por edhe të kremit. Miell niseshte, baza që po shtrohet dhe po thërmohet, 240 gram sheqer, vanilje, 8 vezë, pak krip dhe lëkurë e limonit që mbizotoron në shije. Sherbetin ujë dhe sheqer dhe kremi pasticcerisë me 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, pra vetëm pjesën e verdhave, 500 ml qumësht, 50 gram niseshte misri, një bustin vanilje dhe më pas 120 ml pana, të cilin nga gjendja e lëngët e ktheni në gjendje të ngurtë, duke rrahur me raksin elektrik, sepse do t'ju shërbej për këtë masë që po shtrohet në tortë. Se kërkon frigorifer, merr pak mos harroni se do frigorifer. Ne kemi pa frigorifer këtë gjendje. Edhe pak ndriçimi edhe dritat, ngrohtësia që ka këtu e lëshon atë kremin, ndaj duhet patjetër që vendoset në frigorifer. Në momentin që vendoset në frigorifer, krijohet mpiksja dhe kur mpikset ne sërish e ngjeshim. E vendos kështu, siç është, sepse po të rridhe më pak, patjetër që pana do shkri, siç po shkrin. Jap një formë. Ndërsa për tavat e tjera, se po i shoh që procesi vazhdon të piqet brenda dy tavave, po ka më tepër rëndësi procesi i përgatitjes, se pjekja pastaj tregohet gjatë bisedës së mëpasshme, në të cilën ne do të ndalemi me 3 ishmësues, të cilët do të na rrëfejnë eksperiencën e tyre në arsim, rrugtimin e tyre, sfidat, sakrificat, pasionin për këtë profesion të bukur. Ata janë në pension, por dihet që mësuesi e përjet dhe kur ti kalon në rrugë, ata që i ke ushqyer me dije, patjetër që kanë respektin për atë çka kanë kaluar dhe gjithmonë mësuesit janë të respektuar dhe në memorien e të gjithëve ne, sepse sot nderohet pikërisht kjo figurë që shoqëron çdo në rrugtim. Dhe kush ka dëshirë tani që të bëjë dhe të urojë mësuesin e vet, në kaq pak minuta sa kemi, ja lëm këtë kohë totalisht, duke qenë se edhe punën në kuzhinë e mbaruam, ju presim nëse doni të uroni mësuesin tuaj tani shpejt. Një surprizë ose një urim për ditën e nesërme, për 8 marsin. E pa dyshim për t'i përzier pak bisedat, nuk kemi shumë kohë, mendova se kishim diku te 2-3 minuta, më pas kemi dhe 1 minutë, gjithsesi, na ndiqni më pas për të kuptuar më shumë rreth disa surprizave, momenteve emocionuese që secili prej mësuesve do të na tregojë në studion tonë dhe mbi të gjitha për të treguar një proces, nëse do arrim të kemi kohë, një proces të deklarimit të ardhurave të gjithë secilit, secili merr një rrogë të caktuar, por ka një rregull tani që deri në fund të marsit kjo rrogë duhet të deklarohet. Dhe bashkë me këtë rrogë a do deklarohen dhe burimet të tjera të ardhurash, si për shembull dikush që ka një shtëpi, për shembull me qira apo pasuri të tjera që vijnë jo nga rroga e tyre. Si bëhet ky deklarim në Jelbenja, procesi hap pas hapi, ekspertja në ekonomi do të na tregojë për t'ju ndihmuar sa më shumë dhe që të mos merrni atë gjobën
deri në fund të marsit. Të lumshin duar. Faleminderit. Deri në fund do të kemi mundësi në frigorifer. Tregojmë. Frigorifer të pikset torta jonë dhe unë ju pres në bisedën pas fleshit informativ.